me lajme mjaft të mira sigurisht nga Amerika. Në Kongresin Amerikan, në Komitetin për Punët e Jashtme është mbajtur një dëgjes, pikërisht, për shqiptarët që jetojnë në 3 komuna, Preshev, Medveq, Bujanoc. Arsyeja, dhuna sistematike genocidi sërb. Pse e rithem këtë? Keni parë apo keni dëgjuar të diskutohet pikërisht? Nga Elisa Spiropali në OSBE ishte një ditë më pas, në Vjenë. Pse nuk foli? Pse nuk e denoncoi? Ky Edi Rama, që takohet me Vučićin dhe thot Mitrovica toke askujt. Domethënë, ato që janë brenda Serbisë, ne të zhduken, po ka një ne në kushtetut, që shteti shqiptar mbron të gjithë shqiptarët etnik ku do jetojnë. Pse hesht Edi Rama dhe media kazanët anti-shqiptare që ai financon? Sigurisht është vasal i Serbisë. Kjo dihet për 8 nëntorit 1941. Po ne shqiptarët, të paktën në të ekranin e vogël që kemi dhe në të drejtën e fjalës, të duhet të themi të vërtetat që ata i mohojnë. Shqiptarët nuk duhet të jenë më mjop, as shurt dhe as me mec. Ne duhet të flasim, të mbrojmë njëri tjetrin, të informojmë pikërisht. Të vërtetat nga aleati historik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjithmonë janë pranë shqiptarisë.